presidente, kur të vjen puna për ta zgjedhur atë? Vjosa Osmani është kandidate jona për presidente e konfirmuar edhe nga Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe nëse ne arrim që të ndërtojmë parimet mbi bazën e cilave Lidhjes Demokratike të Kosovës i takon pozita e presidentit, atëherë normalisht që pozicioni i parë është zonja Osmani, sepse ne kemi garuar me të zgjedhjet për pozicionin e presidentit të Republikës. Por kjo do të varet krejt se si do të ndërtohen parimet dhe se kush do të jetë personi që do të jetë presidenti i Republikës së Kosovës. Nëse do të thotë pastaj do të kemi propozimet e tjera, që të kemi figura konsensuale ose anë, neve na duhet, do të thotë që ti diskutojmë brenda me gjithë partnerët në mënyrë që ta gjejmë një figurë e cila e përfaqëson unitetin e popullit të Kosovës dhe e përfaqëson shtetin e Kosovës mirë jashtë. Ne mendojmë që presidentja Osmani, si presidente e Republikës, e ka luajtur një rol, ka pas rol të jashtëzakonshëm në rujtjen e unitetit të popullit të Kosovës dhe në përfaqësimin ndërkombëtar të Kosovës. Këtë punë e ka kryer në mënyrë të shkëlqyeshme, madje unë them që është fat për Kosovën që në këto periudha të caktuara pikërisht zonja Osmani ka qenë presidenti i Republikës, sepse ne kemi pas periudha të caktuara kohore kur edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe vende mike nga Bashkimi Evropian e kanë ndalë komunikimin me qeverinë e Republikës Kosovës dhe ndoshta në periudha të caktuara vetëm komunikim i këtyre shteteve me Republikën e Kosovës kanë qenë përmes presidentes, për çka unë mendoj që kjo është shumë e rëndësishme për shtetin e Kosovës. Qartë. Kur jemi tek zonja Osmani, ajo në Kanal 10 ka thënë që edhe në